Rrashteri policor dhe ish ushtari i UÇK-s Gzim Millaku është rikthyer përsëri në punë, respektivisht në njësinë e mbrojtjes së afërt ku ka shërbyer para suspendimit. Rrashteri Millaku është suspenduar gjatë muajve të kaluar në lidhje me dyshimet e ngritura për një ngjarje në të cilën është përfshirë edhe eskorta e kryeministrit në detyrë Albin Kurtit. Më saktësisht, bëhet fjalë për një raportim për sulm ndaj eskortës së Kurtit, në ndyshimin se ky sulm ishte kryer nga Sami Lushtaku, kryetar i Skënderajt. Sipas informacioneve të para, pretendoi se Millaku e kishte ndryshuar një deklaratë në lidhje me incidentin, gjë që çoi edhe në masën hetimore e më pas në suspendimin e tij. E përfundimin e masës së suspendimit ndaj Millakut për Lajminet e ka konfirmuar edhe policia e Kosovës. Policia, në përgjigjen e dhënë për Lajminet, njoftoi se procedura zyrtare e përcaktuar ndaj Millakut për masën e suspendimit është ndërprerë më 2 korrik, kurse nga Inspektorati Policor i Kosovës thanë për Lajminet se Gzim Millaku ka qenë subjekti i hetimeve në Inspektoratin Policor të Kosovës dhe për të njëjtin është rekomanduar suspendimi me pagesë në interes të hetimit. Kësaj IPK bazuar në këtë i ka rekomanduar Policisë së Kosovës edhe ndërprerjen e suspendimit. Kujtojmë se gjithçka nisi në fund të janarit të vitit 2025, kur ishte vetë ministrja asë kohë e drejtësisë Albulena Agjiu, e cila përmes një postimi në Facebook pati thënë se nënkryetari i Skënderajt Sami Lushtaku ka tentuar të sulmoj personalisht eskorten e kryeministrit Albin Kurti. Së fundmi RTK publikoi edhe dokumentin e raportit të Policisë së Kosovës për këtë rast. Në raport, theksohet se pas analizimit të video incizimeve, por edhe deklaratës së Sami Lushtakut, vihet në përfundim se ky i fundit, me veprimin e tij të kyqjes në rrugë me veturën 02Z, nuk ka kryer rrezikim të trafikut publik. Në raportin fillestar thuhet se zyrtari policor i mbrojtjes së afërt rrashteri Gzim Millaku kishte deklaruar përmes telefonit se një veturë kishte rrezikuar eskorten e kryeministrit Kurti në dalje të Skënderajt, duke tentuar të hyjë në mes të eskortes. Megjithatë, një ditë më pas, më 28 janar 2025 në orën 11:11, rrashteri Millaku dërgoi raportin zyrtar të shkruar përmes emailit, ku paraqiti një version tjetër nga deklarata dhënë një ditë më herët në telefon prokurores nga momenti i ngjarjes, e këtë ngjarje në fakt e riktheu pikërisht kryeministrin në detyrë Albin Kurti përsëri, gjatë një paraqitje të tij muaj më parë në KTV, kur Kurti tha se ishte Sami Lushtaku ai që tentoi ta godiste eskorten. E për këto akuza u deklarua më pas edhe vet Lushtaku, i cili mohoi rastin në tërësi, derisa tha se për shkarkimin e Millakut u njoftua përmes raportimeve në media.